Situata politike në Kosovë ka mbetur në udhëkryq pas certifikimit të rezultateve zgjedhore. Në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi 48 ulëse në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës 24 dhe LDK 20, ndërsa koalicioni AAK me nismën kanë 8 deputet. Këto rezultate konfirmojnë faktin se fituesja e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje, nuk do të mund ta formojë qeverinë pa një koalicion me partitë shqiptare. Ky subjekt nuk e ka mbështetjen e plotë të partive jo shumicë, por edhe sikur ta kishte, kjo nuk do të mjaftonte për ta formuar ekzekutivin. E për këtë tani ende jemi në një mjegull, sa i përket çështjes se si do të formohet dhe duket qeveria e re e Kosovës. E në lidhje me procesin e formimit të qeverisë së re të Kosovës, në një prononcim foli publicisti shqiptar Mila Imnela. Si fillim ai u shpreh se mesazhet e votuesve të Kosovës ishin mjaft të qarta, ku në këtë pikë përmendi dallimet në përqindje të votave mes partisë së parë dhe asaj të dytë. Po ashtu ai nënvizon disa faktorë nga të cilët ndikohet formimi i qeverisë së re. Zgjedhësi kosovar ka dhënë mesazhe shumë të qarta, ka zgjedhur lëvizjen vetëvendosje si parti e parë në Kosovë, e kjo me një diferencë të ndjeshme me partinë e dytë, që është PDK-ja. Rezultati zgjedhor sidoqoftë ja pamundson vetëvendosjes formimin e qeverisë pa koalicionin zgjedhor me një nga partitë opozitës. Kjo po ashtu ndikohet edhe nga zhvillimet në Europë dhe sidomos në SBA. Krahas kësaj, opinionisti foli edhe për zvarritjen e këtij procesi, ku me këtë rast kërkoi nga lëvizja vetëvendosje që ta analizojë situatën dhe të reflektojë në lidhje me koalicionet. Sipas tij, gjëja më e rëndësishme është fakti që qeveria të mos varet nga lista serbe. Vetëvendosja duhet të shikojë dhe analizojë seriozisht se ku ka gabuar, dhe qeverisja e re dhe aleancat duhet i reflektojë jo vetëm në koalicion, por sidomos në programin qeveritar. Është me shumë rëndësi që koalicioni të formohet e qeveria e legjitimuar nga zgjedhjet të fillojë sa më shpejt punën. E rëndësishme është që qeverisja të mos jetë peng i listës serbe dhe Kosova të ecë përpara, nënvizon publicisti i njohur. Ndër të tjera, Nela në përgjithësi e lavdëroi mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare, ku tha se Kosova duhet të jetë shembull për shtetet e rajonit. Në total, zgjedhjet në Kosovë do i konsideroja një sukses, dhe Kosova, megjithëse shteti më i ri në Ballkan, vazhdon të na bëjë krenar për një proces zgjedhor model që duhet të ja kenë zili jo vetëm Shqipëria, e cila është vite dritë larg një serioziteti dhe organizimi të tillë, por ajo duhet të merret si shembull nga të gjitha vendet e rajonit. Mua si shqiptar kjo më bën jo vetëm krenar, por shpresë plot se ky shembull do të ndiqet edhe nga vendet e tjera fqinje të saj, përmbylli analizën e tij Mila Imnela.